Shqiptarët e Turqisë solidarizohen me studentët të Maqedonisë së Veriut. Kërkesat e justifikuara të studentëve të Universitetit të Maqedonisë së Veriut që provimet e drejtësisë të zhvillohen në Shqip dhe protestat e nisura në këtë drejtim kanë marrë vëmendje të gjerë në opinionin publik të vendit në median maqedonase, si Arnaut Haber, lajme shqiptare që i konsiderojnë të ligjshme kundërshtimet e shprehura nga përfaqësuesi i studentëve Mevlan Ademi, deklaratat të cilit janë pasqyruar dhe në median maqedonase në lidhje me zbatimin e pamjaftueshëm të shqipes në shumë fusha, pavarësisht statusit të saj si gjuhë zyrtare, ne i mbështesim ato hapur. Gjuha shqipe është identitet, histori dhe nder, është drejta për të arsimuar, për të dhënë provime në gjuhën anëtare, është themelore për barazinë dhe drejtësinë. Çdo kufizim i kësaj të drejte dëmton të drejtat themelore të studentëve dhe është i papranueshëm për standardet demokratike, thuhet në këtë deklaratë. Siç tha dhe Mevlan Ademi, nuk ka sundim të ligjit pa barazi gjuhësore. Mesazhi i studentëve është gjithashtu i qartë, ligji është i qartë, shqipja është gjuhë zyrtare.